Kom përzgjedh një njeri që ka qenë kushtar e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe i 3 luftra, preshev me dvesh dhe në Maqedoni, dhe në Kosovë, dhe i ngjan shumë fizikisht komandantin tonë legjendar Adem Jashari. Ftoj me Daratakiti është kushtari jon Bekim Huti. Bravo. Bravo. Ky është Bekim Huti. Respekte. Gjithashtu respekt. Mirëmbrëma mi se erdhe Bek. Mirëmbrëma mi se. Faleminderit shumë që erdhe. Përndryshe Bekim Huti ka qenë edhe ushtar i 3 luftrave, apo Bek? Po. Faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Faleminderit edhe juve për ftesën ime. Ke qenë edhe pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe 3 luftrave të shenjta tunat, apo? Po. Ke marrë pjesë konkretisht në Preshev, Maqedoni dhe në Kosovë? Kosovë, Preshev dhe Maqedoni. Maqedoni. Rollas. Çfarë thonë po ta kishe po ose po të kish po një serb ty në me siguri do të kish vdekur nga Afrika, ha? Sigurisht do të trishtohej. Po familja e komandantit tonë legjendar Adem Jashari Bacarifat kur të ka po, si është ndje? Se me të vërtetë i ngjan shumë. Bacarifat ku ka po për herë të parë në vitin e kaluar me 7 mars për epopejën e OCK-s, me të vërtetë është një shumë krenar edhe ka pas disa emocione të veçanta. Për një moment anon më ka shiku ku za. Bravo. Inderum i ngjan shumë, ha? Shumë. Unë kam punuar shfaqjen e Adem Jashari në Chicago me një aktor atje, Pajazit Mortishi, po Bekimi është më natyrshëm edhe më shumë i ngjashëm. Faleminderit. Edhe shpresoj që ndoshta do të punojmë të ardhmen. Po, absolutisht, bravo. Është e mirë kur i ki këto dy figura kaq të mëdha dhe kaq të ndritura të kombit ton. Sonte kemi ndaj bënë një monolog apo jo? Po që me që u gjenda këtu. Edhe është moment i duhur se jemi edhe përballë figurës tonë kombëtare. Nuk ka kuptim, domethënë mos bëhet në një meze të zanatit timet. Po. Do të bëj një monolog të Skënderbeut kur vjen para ushtarëve në Kruj, me që tash i kam këto burra tash të shoqërisë kulturalistike. Po ansambli këngëve dhe vallëve Kemal Azizi bashkë me drejtorin Arsim Abazi. Dhe në respekt të atyre që më duken si ushtarë. S'kena për ty po. Dua të bëj një monolog Mund dalë aty? Po, pa problem. S'kena është për ty, ku dushti? Kapetan! Dhe ushtar Trima! Njëri nuk ka solla unë, po e gjeta